Mirdita, vlezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Në këtë ditë të bukur, në këtë ditë të qetë, 27 shtator 2025. Dy gëzime në një ditë, por kujdes, sot da ju ambush 54 pranvera, por dhe gëzimi tjetër. Ne, ju, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, bashkohemi me podcastin Me Dajon. Do të flasim për gjithë shka që ndodh në Gjermani. Do të flasim për dashurin, do të flasim për librat, do të flasim për traditat, do të flasim për punësimin, për ligjet, për gjithë shka. Për t'ju servirur më bukur, më ëmbël, çdo të thot fjala Gjermani. Dhe sot kam nderin bashkë me ju ta apim këtë dritare të madhe. Këtë dritare që prej shumë kohësh e kam ndëruar dhe ëndra u kthye në realitet. Kjo ëndër në sirtar. Me Dajon vazhdojmë sot episodin e parë. Miq të mi të dashur, këtu nis gjithçka. Një mikrofon, një zë, një shpirt që flet. Unë jam Dajua, ose si më njohin të gjithë, Shpëtim Ysa, një emigrant si shumë prej jush. Sot, në këtë ditë që për mua është e veçantë, sepse mbush 54 pranvera, kam zgjedhur të mos festoj me tort, por me një zë të ri, me një podcast të vërtet që nuk bën zhurmë kot, por flet për ne, për ata që kemi lënë na dhe pas dhe kemi ndërtuar një jetë, pse jo, këtu në Gjermani. Sot jam vetëm në mikrofon, por nuk ndihem vetëm. Jam me ju, me gjithë ata burra e gra shqiptare që punojnë natë e ditë në Gjermani, me ata dje me vajza që flenë në përndërime, që bëjnë 2 punë në ditë, që ndihmojnë prindrit andej në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që fëmijët e tyre po rriten me gjuhë dhe me 2 realitete miku jem. Ne kemi ikur për një jetë më të mirë, por sa shumë kemi humbur gjatë rrugës. Kemi lënë nënat që luten për çdo darkë, baballarat që nuk i përqafuam mjaftueshëm, ta afërmit që i pam për herë të fundit për para shumë vitesh. Kemi mbajtur borxhe për të ardhur në këtë tokë. Kemi fshirë lotët dhe kemi gëlltitur mallin. Kemi mësuar gjuhën tuaj, ligjet tuaja, kemi ndërtuar shtëpi që si shikojmë dot, që nuk i shijojmë dot. Kemi bërë kursime për dërguar para atje në një vend që shpesh nuk na njohin as komshin dajo. Kemi bërë kursime për dërguar para, po o zot, çfarë po ndodh me ne? Ky podcast nuk është për show, nuk është për klikime. Është për të ulur bashk, për të folur, për të qeshur, për të qarë, ashtu si jemi. Do flasim për emigrimin pa filtra, për rumbjen e rëngve, për lodhjen mendore dhe fizike që s'duket, për martesat që nuk zgjasin, për fëmijët që nuk din shqip, për shpresën që sapo vjen dhe po lodhet. Por edhe për krenarin, sepse po jemi krenar për rrugën që kemi bërë. Nuk kemi ardhur këtu për të vjedhur, kemi ardhur për të ndërtuar, për të dhënë më të mirën për veten, për familjen dhe për adheun ton të dashur. Kemi hapur biznese, kemi ndihmuar njëri tjetrin, kemi mbajtur flamurën shqiptar kudo në botë. Në çdo lagje të Gjermanisë ka një shqiptar që punon ndershëm. Ka një nën shqiptare që rrit fëmijët me mundë merdjes. Ka një djalë që ndihmon familjen nga Tropoja në Shkodër, nga Dibra në Prizren, nga Berati në Korçë. Podcasti Me Dajon është një rrugëtim, është një shtëpi zanore për shqiptarët në diasporë. Do të flasim për të gjitha, për letrat, për ligjet, për punët, për mënyrën se si t'i japim një biznes, për dokumenta se si t'i kuptojmë, për të drejtuar dhe për të drejtat që kemi. Pse jo, nuk i njohim fare. Do të kemi të ftuar si përmarrës, si kanë dalë në Gjermani, të rinë me ëndra, artist, punëtor, profesionist, gra të forta që bëjnë gjithçka për familjen e tyre, sepse zëri ynë duhet të dëgjohet.
jo vetëm në Instagram, po në jetë reale, jo vetëm kur kemi alle, por edhe kur kemi ide. Dikush duhet të flasi, troç për ne. Dikush duhet të bëj zhurmë për eshtjen tonë. Unë jam gati ta bëj këtë rol, me gjithë shpirtin, me gjithë jetën time, dhe bashkë me mua janë dhe bashkëpunëtorë dhe njerëzit që kam besuar te ky zë i ri, dhe pikërisht i kemi në krahun djathtë timin, i kemi të gjithë me radhë, miq tan nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut, që do startojmë dhe do ecim te ky rrugëtimi jon. Këta nuk janë sponsor, por shok rruge, shqiptare që duan të ngrenë njëri tjetrin lartë më lartë, jo ta shtypin. Dhe në fund, dua të mbyll këtë episod të parë me një thirrje të fortë nga emigranti për emigrantët. Mos harro kush je. Ti je biri një toke me histori të madhe. Je një grua shqiptare që lufton çdo ditë. Je një prind që nuk flet nga allet. Je një shqiptar që nuk u dorëzove kurrë. Ky mikrofon është i yti. Ky podcast është shtëpia jote. Ky është zëri i zemrës që nuk do të heshti kurrë. Pikërisht, në këtë ditë të sotshme, 27 shtator 2025, nuk ka si të ndodhi ndryshe, është episodi i parë me Dajon, e bëm stil tip tek, nga vash, në ditët në vazhdim, do të kemi të ftuar miq, shok, biznesmena, doktor, jurist, bankier, për ta serviru shumë bukur dhe shumë mirë pikërisht emigrimin në Gjermani. Të lutem, Gjermania nuk është baçe me lule, të lutem. Do mundohemi që të japim më të mirën, do mundohemi që të gjitha allet, problemet, sikletet që ndodhen në Gjermani, t'ju servirim shumë bukur. Unë, në këtë mbrëmje të bukur, 27 shtator 2025, ju uroj të gjithë shqiptarët fundjavë të bukur, fundjavë të mirë, dhe Dajo gëzuar festën. 54 pranvera. Unë ju përshëndes, ju kam shumë gjanë. Kalofshit sa më mirë në episodin e radhës. O nipçe, o loti bukur i Dajos. Vetëm për ju, vëllezër dhe motra shqiptar që ndodheni në çdo cep të botës. Pse jo, dhe në çdo cep të Gjermanisë. Kalofshit sa më mirë.